Ndërkohë Keti, një ditë më parë ne transmetuam, ju e keni ndjekur hap pas hapi mbledhjen e djeshme dhe deklaratën e përbashkët që u mbajt nga Polidrejtësisë, ku gjyqtarët kërkojnë më shumë siguri dhe ngritjen e një grupi të përbashkët me KLG-n, KLP-n dhe Ministrinë e Drejtësisë dhe tek ajo e brendshme. Ndërkohë, sot është parë në ambientet e jashtme të GKK-s, kreu i gardës ka inspektuar me sa duket ambientet e GKK-s dhe është takuar me kreun e saj, me zotin Bani. Ku shëruan perimetrin e jashtëm të gjykatës të GKK-s? Në fakt ka qenë i menjëhershëm reagimi i kreut të gardës, i cili është paraqitur ditën e sotme vetë në ambientet e gjykatës dhe prokurisë së posaçme. Rrethimin e ndryshe nga gjykatat e tjera, rrethimin e jashtëm të kësaj gjykate e ka patur 2 vjet më parë Policia e Shtetit, por e ka marrë Garda e Republikës. Pra, gjykata e posaçme dhe prokuria e posaçme në rrethimin e jashtëm ruhen nga Garda e Republikës. Jo vetëm që është paraqitur dhe ka diskutuar me krerët e institucioneve për masat shtesë, por ditën e sotme janë bërë dhe testime, pra flas testime të paktën në aparaturat që ka gjykata e posaçme dhe prokuria e posaçme, përfutje të sendeve të palejuara, pra janë bërë disa testime nëse sinjalizojnë aparaturat, është ajo që kanë kërkuar avokatët, gjyqtarët një ditë më parë. Megjithëse gjykata e posaçme është nga gjykatat më të sigurta, pasi krahas Gardës së Republikës, e cila ndodhet në derën e jashtme, në ambientet që bën kontrollin përfutjen e personave, ka një tjetër kontroll që është në hyrje të gjykatës. Po? Okej, kemi vetëm një ndërprerje të vogël me kolegen Keti Banushi, pra siç raportoi dhe kolegja Keti Banushi, ndryshe nga gjykatat e tjera dhe prokuroritë e tjera, SPAK dhe GKK kanë ruajtje të veçantë, pra nga Garda e Republikës, siç e shpreh kolegja Keti Banushi. Këto janë pamjet që Report Televizion ka siguruar pak momente më parë, kur kreu i Gardës është duke inspektuar ambientet e GKK-s në një takim me kreun e GKK-s, Erion Bami. Pra, Keti, jemi edhe njerë, po? Si që theksova, janë bërë dhe testime ditën e sotme në ambientet e gjykatës dhe të prokurisë për të testuar aparaturat, pra nëse në një person me sendet palejuara futet dhe nëse e sinjalizojnë ato po jo. Ndërkohë që nuk ende, megjithëse ishte një thirrje e gjyqtarëve ditën e djeshme, nuk e kemi parë këtë në gjykatat e tjera deri në këtë moment, e pasi duhet të zgjidhet edhe në këto gjykata se kush do të jetë forca që duhet të ruaj gjykatat e rretheve dhe gjykatën e apelit, gjykatën e shkallës parë. Pra duhet një rregullim ligjor sipas gjyqtarëve që të përcaktojnë. Ndërkohë që gjykata e posaçme ka zgjidhur me kohë, pra dhe prokuria e posaçme duke angazhuar brenda ambienteve Policinë e Burgjeve, ndërsa jashtë Gardën e Republikës dhe deri tani nuk ka patur precedent. Gjatë gjithë kohës në gjykatën e posaçme, në stancat gjyqësore, qëndrojnë policë të policisë së Burgjeve, por dhe punonjësit e gjykatës. Pra krahas punonjësve të gjykatës, edhe punonjës të policisë së Burgjeve, ndoshta mund të jetë dhe kjo një mënyrë për të mbrojtur edhe sallat e tjera në gjykatat e tjera. Faleminderit Keti për gjitha këto informacione, nëse do të ketë të tjera zhvillime nga SPAK dhe GKK menjëherë